në luftën për Bashkinë e Tiranës, do ta kishe marrë ti në konsiderat këtë konstante mungese e fshehtë ndihme dhe dashurie që Partia Demokratike I jep njeriu që nxjerr në luftë për të fituar? Ky nuk është një diskutim, ky është diskutim për forumet e Partisë Demokratike, por unë personalisht po të them që për cilat forume? Për strukturat, për kryesin. Mos I barrikadoni. Forumet se edhe sekretet ju dalin për 4 sekonda në minutën e tretë merren vesh kujt I keni buzëqeshur si zhnit vetlla. Që ta dini, domethënë. Dajte qëndrojmë në tone kështu. Këtu ke ky banaku jot, për këtë banakun. Unë nuk jam për garën e Bashkisë të Tiranës, duke qenë se kam fituar një garë tjetër të cilës do t'i dedikohem në maksimum 100%. Dhe kjo përgjigje ka qenë edhe më parë, në para disa vitesh kur ishin zgjedhjet lokale, kur mu bëj njëta pyetje thash të njëjtën gjë, nuk është Bashkia e Tiranës në ambicjet e mia. Kam qenë zëvendës kryetare e Bashkisë Tiranës, e njoh shumë mirë, mund ta bëj shumë mirë, por puna ime dhe fokusi im janë në parlament.